Ju ngjatjeta sekrete nuk kam më, si bankat e Kinës dhe tanket e Rusisë janë duke ndarë Ballkanin. Boshti Pekin-Islamabad, hija e Kinës dhe e Rusisë në Ballkan, çfarë është duke ndodhur. Ju përshëndes të gjithëve, sot do ju tregoj një histori që një pjesë e madhe e mediave nuk e kanë cekur dhe s'po e cekin. Do të flas sot për një marrëdhënie e cila në Pekin quhet më e lartë se malet e Himalajave dhe më e thellë se Oqeani Indian. Ç'është kjo aleanca Kinë-Pakistan dhe kthehemi në Ballkan. Kujdes, ky nuk është një leksion i largët. Ky është një investigim i kujdesshëm i një skeme globale, të cilën ne këtu në Ballkan duhet ta kuptojmë mirë. Kufijet tërhiqen në Islamabad dhe në Pekin dhe përfundojnë duke dridhur kufijt tanë këtu në zemër të Ballkanit. Loja fillon atje dhe vjen këtu. Në kushtet kur Europa shfaqet e pavendosur, e përçarë, e ndarë në vizionin e saj, kur lëvizjet e Tiranës zyrtare krijojnë ekuilibrat pa qartë dhe kur në Washington e në Moskë përfliten marrëveshje mbi tryezë dhe nën tryezë, pyetja që duhet shtrojmë ne shqiptarët këtu është jetike. A jemi ne shqiptarët pengje të një loje të madhe gjeopolitike apo jemi të sakrifikuar? A mund të sakrifikohemi nga marrëveshjet e reja sekrete poshtë apo mbi tavolinë nga fuqitë e mëdha apo jo? Kjo është një dilemë e madhe që e kanë sot shqiptarët. Qëndroni me mua në këtë minutazh relativisht të shkurtër që të prekim thelbin e këtyre ekuilibrave, thelbin e këtyre aleancave, thelbin e këtyre lëvizjeve. Sepse ajo që do të zbulojmë sot do t'ju bëj të rishihni gjithçka nga e para, ndryshe nga që ju tregojnë në televizion. Le të fillojmë menjëherë me zanafillën e kësaj historie. Shumë njerëz nga ata që na dëgjojnë dhe ata që nuk na dëgjojnë mendojnë se aleancat bëhen nga historia, e kanë gabim. Apo nga miqësitë, e kanë gabim. Aleancat bëhen nga armiqt e përbashkët. Në gjeopolitik nuk ka aleanca sepse jemi miq, por sepse kemi, në pjesën më të madhe flas, sepse kemi armiq të përbashkët. Shkojmë në Pakistan. Pakistani ishte njëri nga vendet e para muslimane të cilët e kanë njohur Kinën komuniste në vitet 1950. Por martesa e tyre e vërtet u vulos 1962. Që nga ajo ditë, lindja i që think tanku i njohur amerikan Brookings Institute e quan boshti i sigurisë kundër New Delhit. Pra, New Delhi bëri Kinën dhe Pakistanin bashkë. Pakistani kishte nevojë për një mbrojtje të hekur ndaj Indisë. Kina kishte nevojë për një presion të dytë që ta mbante Indinë të bllokuar nga të dyja frontet, në lindje dhe në perëndim. Dhe ky partneritet të dashur shqiptar, ndryshe nga aleancat e lëkundshme të Pakistanit mitik me SBA-n, nuk ka patur asnjë prishje dhe asnjë lëkundje serioze për 75 vjet. Është një partneritet që i ka njohur të gjitha stinët. Pakistani hesht për çështjen e ujgurëve në Kinë. Kina vendos veton në OKB për Kashmirin, rajonin e përbashkët për cilin ka konflikt mes Indisë dhe Pakistanit. Por kjo nuk është thjesht një diplomaci me shtrëngim duarsh. Ky është një rrezik real operacional në rast të një lufte të madhe. Pse? Sot Kina është furnizuesi më i madh i armëve për Pakistanin. Dhe ne, duhet ta keni të parasysh, nuk jemi duke folur për municione të thjeshta. Sipas raporteve të fundit të Institutit SIPRI në Stockholm, Pakistani ka integruar në ushtrinë e tij të pjesën më të madhe të avionëve luftarak të gjeneratës 4 J-10CE që janë përgjigje direkte ndaj avionëve Rafale francez, në të cilat është i armatosur India. Raketat e frikshme Air me rrezet gjatë PL-15E.
dhe fregata ushtarake të teknologjisë së fundit për dominimin e Oqeanit Indian. Por, kryevepra e këtij boshti mban një emër me 4 shkronja, CPEC, Korridori Ekonomik Kin-Pakistan. Ky korridor është pjesa më jetike e projektit gjigant kinez Road and Belt Initiative. Flasim për 26 miliard dollar investime të realizuar dhe mbi 260.000 vende të hapura pune. Cili është qëllimi kryesor i kësaj lëvizje? Lidhja direkte e rajonit të Kinës me portin strategjik të Guadarit në Pakistan. Pse i duhet Kinës kjo? Sepse në rast të një konflikti të mundshëm me Amerikën në ngushticën e Malakës, Kina mund të furnizohet me naftë nga lindja e mesme përmes tokës pakistaneze, nëse mbyll Amerika kanalin e Malakës, duke anashkaluar kështu tërësisht blokadën detare të Amerikës dhe të aleatëve të saj atje pra në Malajzi, Singapur dhe në detin e Kinës jugut. Për kinezët, ky është një shahmat gjeostrategjik me të cilin ata ndërtojnë karta të rezervë për të mbrojtur nga Amerika, por asgjë nuk është perfekte. Pekini sot po përballet me 3 makthe kryesor në Pakistan, të cilat ne duhet i kuptojmë. Kaosin e tmerrshëm politik të Islamabadit, që është një nga faktorët, sulmet e ndryshme ndaj inxhinierëve kinezë në terren në Pakistan, dhe frikën se Pakistani mund të falimentojë financiarisht nga borxhet e mëdha që i ka po vetë dragojt kinez. Kina e ka politik borxhe. Tani ju që më ndiqni do të pyesni, por çfarë lidhje ka porti i Guadarit apo avionët luftarak të Kinës në Pakistan me banorët e Ballkanit, me Shqipërinë, me Kosovën, me rajonin ton dhe me Ballkanin në tërësi në këtë moment që po lëviz bota. Lidhja është e frikshme. Skemën që Kina përdori në Pakistan, investime masive, infrastrukturë kritike, blerje e porteve strategjike dhe krijimi i varësisë përmes borxhit, po e aplikon në mënyrë të perfekte edhe këtu në Ballkan. Shikoni lëvizjet e Kinës me kujdes në rajonin e Ballkanit. Fillimisht, Kina ka bler portin e Pireut në Greqi. Ka investuar miliarda në Serbi, nga fabrikat e çelikut në Smederev deri tek sistemet e vëzhgimit me inteligjencë artificiale të Huawei në Beograd. Kina ka futur në kurthin e borxhit kinez malin e zi për autostradën e tyre kryesore në vend. Dhe kjo është një lojë e re. Kina po ndërton një autostradë ekonomike që fillon nga Greqia, kalon përmes Shkupit dhe Beogradit dhe përfundon në zemër të Bashkimit Evropian, e do rrugën të hapur. Ky është versioni ballkanik i CPEC-s. Por, pyetja që djeg më shumë është a koordinohet Kina me Rusinë në Ballkan apo kanë dy qasje të ndryshme nga njëra tjetra? Përgjigja e think tankëve të sigurisë në Washington është po, Kina dhe Rusia kanë bashkëpunim të fortë strategjik në Ballkan. Rusia luan rolin e sabotuesit të stabilitetit, përdor tensione teknike, kërcënimet ushtarake në veri të Kosovës dhe destabilizimin mediatik për të ruajtur dhe për të mbajtur Ballkanin larg habitatit euroatlantik, ndërkohë Kina vjen pas saj si stabilizuesi ekonomik, duke bler me para në dorë asetet që mbeten të pambrojtura në gjithë këtë betejë të dukshme dhe të padukshme. Është një ndarje e pastër e roleve dhe e punës. Rusia ndërton kaosin, Kina blen terrenin. Le të hyjmë tani tek ajo që na prek ne drejtë në palc. Jetojmë në një epokë ku flitet gjithmonë më shumë për një marrëveshje të madhe globale mes administratës së re të Donald Trump dhe Vladimir Putinit për të riformatuar sferat e tyre të ndikimit në planet.
Nëse ndodh një skenar ku Amerika tërhiqet pjesërisht nga angazhimet e saj në Europën lindore, në shkombim të Kinës apo të izolimit të Kinës, çfarë mund të ndodhë? Pyetja që na i ngreh qimet dhe flokët përpjet është kjo. A mund të sakrifikohen interesat e shqiptarëve në Ballkan, veçanërisht në Kosovë, nëse kemi një deal apo një marrëveshje të tillë? Nëse perëndimi tregon shenja dobësie, boshti Rusi-Kinë ka gati planin për rajonin, të jeni të sigurt për këtë. Dhe këtu duhet kuptojmë diçka shumë jetike për doktrinën kineze. Kina nuk ka një doktrinë as nacionaliste slave dhe as fetare ortodokse. Nuk e ka një doktrinë të tillë. Kinës as i bëhet vonë fare as për kishën serbe, as për slavët. Kina është një super apo një mega fuqi pragmatike, pa fe, pa nacionalizëm, pa doktrinë. Por pse Kina është pro-serbisë dhe nuk e mbështet pavarësinë e Kosovës? Së pari e bën këtë për arsye të precedentit territorial. Për Pekinin, Kosova është një lloj si Tajvani. Nëse Pekini do të pranojë që një provincë mund të shpallë pavarësinë me ndihmën e NATO-s dhe të Perëndimit, Pekini ka legjitimuar në një mënyrë apo në një tjetër, në mënyrë indirekte, pavarësinë e Tajvanit. Së dyti, Serbia është kalë troje për Kinën dhe për Rusinë. Serbia është pika më e lehtë ku Kina mund të thyejë unitetin e Europës dhe euroatlantizmin në Ballkan. Prandaj, Kina nuk është pro dominimit slav sepse i dhimbsen apo i duhen slavët, por sepse i përdor ato. Ajo është pro dominimit të tyre në Ballkan sepse Serbia është klienti i saj më i bindur në Ballkan. Duke qenë se shqiptarët shihen si aleati më besnik, të paktën deri tani, SBA-ve në rajon, dobësimi i faktorit shqiptar në rajon është automatikisht dobësim i Amerikës. Nëse ndodh një pazar i madh gjeopolitik ku Amerika lëshon terren në Ballkan, Kina do të financojë dhe Rusia do të armatos çdo lëvizje që synon të ndryshojë balancën e forcave në Ballkan në dëm të shqiptarëve. Unë kam informacione që diçka e tillë është duke u përgatitur dhe po lëviz me ritme të frikshme dhe të shpejta. Po bëhet gati kontrolli i Ballkanit nëpërmjet dy levave strategjike, destabilizimin rus dhe parat kineze të cilat blejnë çfarë u del përpara. Zhvillimet e fundit dramatike në Maqedoninë e Veriut dhe protestat e shqiptarëve që synojnë të zhbëjnë balancat etnike të marrëveshjes së Ohrit janë këmbana e fundit e alarmit. Shqiptarët janë hedhur në revolt dhe i kanë nxjerrë dhëmbët e tyre. Protestat e studentëve fillojnë gjithmonë për gjuhën, por askush nuk e di ku përfundojnë në momentin kur provokimi slav i nacionalistëve të Maqedonisë ka kaluar çdo limit dhe çdo llogari gjeopolitike që e mban kazanin e Ballkanit pa shpërthyer, të paktën deri në një moment të dytë. Përballë këtij realiteti, doktrina gjeopolitike e shqiptarëve në Ballkan duhet të psojë një përditësim rrënjësor. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët? Duhet kalojmë nga një politikë e jashtme romantike në një doktrinë të realizmit të fortë geostrategjik. Nënkuptoj çdo gërm që them. Kjo doktrinë e re kalon përmes 5 shtyllave urgjente. Shtylla e parë, faktorizimi kombëtar si dikë shqiptare në Ballkan. Meqense Kina financon Serbinë dhe Rusia ndez nacionalizmin, kombi shqiptar duhet të veprojë në këtë moment si një blok i vetëm. Nëse nuk e bën, do të zhduket. Kjo kërkon koordinim absolut Tiranë-Prishtinë-Shkup. Çdo lëvizje e Tiranës që anashkalon Kosovën për nisma rajonale ku dominon Beogradi është një thik pas shpine. Këtë e ka bërë Rama gjatë gjithë kësaj kohë. Maqedonia e Veriut është vija jonë e kuqe, që nuk negociohet. Shqiptarët janë element shtetformues. Shtylla e dytë, europragmatizmi,
integrimi europian mbetet objektiv, por BE-ja e sotme është duke vuajtur nga skleroza gjeopolitike. Europa nuk mund të jetë garantuesi i vetëm i sigurisë tonë ekzistenciale. Duhet të ndërtojmë aleanca dypalshe të forta me vende specifike të NATO-s. Mund të jenë prej tyre Britania e Bashkuar, Mbretëria e Bashkuar, Polonia e kështu me radhë. Apo vende të tjera të NATO-s, aleanca dypalshe. Ardhja e ambasadorit të ri amerikan në Tiranë do të jetë momenti i ri i kalibrimit të gjeopolitikës amerikane në rajonin e Ballkanit dhe në raport me faktorin shqiptar. Ky është momenti ku do të ndodhë ky kalibrim, të cilin ne duhet ta lexojmë me imtësi dhe duhet i bëjmë matjet me kujdes. Duhet sot t'i provojmë Washingtonit dhe ambasadorit të ri se shqiptarët janë i vetmi investim i sigurt amerikan në rajon. Ndërsa Serbia luan me 2 karrige, shqiptarët kanë qenë gjithmonë të pozicionuar qartë. Por, duhet kërkojmë dhe rritjen e pranisë ushtarake amerikane në Kuçov dhe në Porto Romano si garanci që nuk do të sakrifikohemi më në asnjë tryezë sekrete. Shtylla e 4, kundërshtimi dhe refuzimi i diplomacisë së transaksioneve. Nëse kryeministri i përkohshëm Edi Rama intensifikon lëvizjet që flirtojnë me interesa proslave dhe me oligark që prekin ndikimin e tërthort rus e izraelit në rajon, faktori politik mbar shqiptar duhet të vendos sot vijat e kuqe ndaj këtyre lidhjeve dhe lëvizjeve të dyshimta të Edi Ramës dhe të kastës politike të Tiranës, e cila është duke flirtuar hapur me një plan të qartë me masat, me ekuilibrat pro-slav dhe pro-rus në rajonin e Ballkanit, por edhe me akset pro-slave pro-ruse në Washington, me akset pro-slave pro-ruse në lindjen e mesme, me akset pro-slave pro-ruse në Europë, dhe veçanërisht me llojin e izraelitëve që i përkasin aksit pro-rus dhe pro-slav. Izraelitët, hebrejt, në dimensionin e tyre shtetëror dhe politik, nuk janë të gjithë pro-slav dhe pro-serb, por një pjesë e tyre e madhe është dhe po luan në këtë moment me fuqi në Ballkan, dhe koordinimi izraelito-rus, slav dhe serb në rajon është pjesë e agjendës së re të Edi Ramës për të blerë pushtet fillimisht dhe për të garantuar interesa të tjera të dyshimta. Politika e jashtme nuk është pronë private për të blerë mbijetesë politike ndërkombëtare. Shtylla e 5, vetingu gjeopolitik për investimet strategjike. Kina përdor bankat, Rusia përdor hibriditetin, ndërsa qarqet caktuara oligarkike përdorin investimet strategjike për të blerë tokat kryesore të Bregdetit të Shqipërisë. Asnjë kapital që ka lidhje me fije të fshehura me Moskën, apo me Pekinin, apo me rrjetet proslave, nuk duhet të hyjë në infrastrukturën kritike apo në pika strategjike në Shqipëri pa marrëveshje të qarta dhe pa e kuptuar qartë çfarë kuptohet dhe çfarë duan dhe ku duan të mbrin dhe ku janë interesat shqiptar. Shqiptarët të dashur, aleanca Kinë-Pakistan na tregoi fillimisht se rendi i vjetër botror ka rënë. Ky bosht po kthehet një nga shtyllat kryesore të rendit multipolar, duke siguruar Rodet Belt Initiative në lindjen e mesme dhe në Azinë qendrore. Ballkani do të jetë një vijë tjetër shumë e rëndësishme e përplasjes. Kina nuk përdor tanke në Ballkan, por përdor tanket e Rusisë dhe bankat e Kinës. Nuk përdor raketa Kina për të hyrë as për të pushtuar. Përdor borxhet. Por rezultati është i njëjtë: humbja e sovranitetit. Nëse superfuqit vendosin të bëjnë pazar në kurrizin ton, e vetmja gjë që na ka mbetur dhe që na mbron është spesha jonë specifike në terren. Një komb shqiptar i bashkuar ekonomikisht,
i mirë armatosur, i koordinuar ushtarakisht mes Tiranës dhe Prishtinës, dhe i vendosur për të mbrojtur faktorin e vet në Shkup, është një mish dhe kock e fortë që as Trump, as Putin nuk munden ta gëlltisin dot lehtë. Koha e gjumit gjeopolitik tashmë ka përfunduar. Unë ju falenderoj nga zemra që më ndoqët, mos harroni të bëni like, share, subscribe, ta shpërndani kanalin dhe këto biseda analiza të indësishme t'ja çoni pjesës tjetër të shqiptarëve dhe më shkruani të komentet: a mendoni se Shqipëria dhe Kosova janë të përgatitura për t'i bërë ballë kësaj stuhie të re që po vjen në drejtim Ballkanit, apo nuk janë ende gati për ta bërë këtë? Të gjithë ata miq të cilët duan t'i bashkohen përpjekjeve tona për t'i dalë zot vendit në këto momente të rrezikshme, ne po lëvizim, po punojmë me kujdes dhe çdo minutë dhe s'kemi as verë, as pushim, as kampionat botror, sepse nuk pret koha. Te komenti i parë i pinuar keni linkun ku mund na bashkoheni. Ata që nuk na bashkohen dot aty, do të kenë një adresë emaili ku mund të dërgojnë të dhënat e tyre. Miru dëgjofshim shpejt.